nga ekrani, kudo ku janë në Shqipëri dhe jashtë saj, jemi së bashku në të gjysmë finale atëherë kur emocionet bëhen forta, gara shumë e fort. Kemi një televotim të hapur për finalistin e dytë, që do të shpallet që në pjesë të parë të këtij spektakli. Unë dua falenderoj të gjithë ata që kanë votuar, kanë qenë të shumë ata që kanë votuar gjatë këtyre ditëve, dhe në këtë çast deklaroj zyrtarisht të mbyllur televotimin. E mbyllim kështu televotimin për finalistin e dytë, emrin e të cilit e mësojmë pas pak. Kanë qenë në televotim Visi, Iliri dhe Bujaka. Cili do të jetë finalisti i dytë? Cili do të jetë fermeri që do të shkojë në finale së bashku me Mozën? Do ta mësojmë pas pak, ashtu siç pastaj gjatë rridhës së programit sonte, do të mësojmë se cili do të jenë të 5 finalistët e këtij edicioni të Fermës Vit, një edicion spektakular i cili ka sjell pranë jush personazhe të ndryshëm, personazhe karizmatik, personazhe të jashtëzakonshëm, artistë të njohur, por edhe artistë emergjent që për këto ditë i kanë mbushur ditët, mbrëmjet tuaja me energji të mirë, me emocione të bukura, me mesazhe pozitive. Dhe ne kemi filluar të ndihemi që tani nga pak nostalgjik për përfundimin e Fermës. Finalja është të hënën në datë 15 qershor dhe do të jetë një finale e madhe, ndërkohë që deri atëherë kemi akoma rrugë për të bërë. Ne, por edhe ata. Rrugë dhe sfida, sepse ju e dini, kryefjala e Fermës janë sfidat. Sfidat e ndryshme që janë pjesë e rëndësishme e këtij formati, e këtij programi, të cilat sot do të kenë kulmin e tyre. Sepse pikërisht sfidat do të jenë ato që do të japin shansin fermerëve brenda Fermës që kanë mbetur për të shkuar në finale. Sfida dhe televotim, por tani është momenti që ata të tregojnë realisht kapacitetin e tyre, të tregojnë se sa të fort janë, sa rezistent janë, sa të përshëndruar janë. Ne do të shkojmë të përshëndesim fillimisht dhe unë do duhet të jap shumë shpjegime për atë çka do të ndodhë sonte. Atyre lutem mësoni lidhjen. Ishte konkretisht, t'ja gjejmë emrin tamam. Yjem! Mirë mbrëma! Mbrëma, bona! Mirë mbrëma dhe mirë se vini në gjysmë finale! Kemi një përjetim pak më të veçantë në sot, nuk e di se si është aty te Ferma, po kemi filluar të bëjmë nga pak nostalgjik duke menduar fundin, duke menduar finalen e të hënës, edhe duke menduar se si do rrim pa ju ndjekur dhe pa ju patur prezent në shtëpina, jemi bërë si njerëzit e shtëpisë. Unë uroj vërtet që secili për ju të vazhdoj të jetë shumë aktiv në punën që ju keni dhe në artin që ju përfaqësoni, që t'ju kemi sa më shpesh në ekran edhe të na dilni sa më shumë në për faqet e Instagramit edhe TikTokut, sepse jemi mësuar me ju, do jetë e vështirë, do na marri mallin nëse mbaron Ferma dhe vendosni zhdukeni. U mësuar këtë, ka Albana? Albana taksira do të marrin telefon të hënë të premtet, na thuash mirë mbrëma i. Mirë mbrëma i, me gjithë shef do ta bëj, po besoj që keni plane, të gjithë ju keni plane, keni menduar se si do ta vazhdoni atë që kjo eksperiencë ju dha, se do ta shikoni kur dilni, vizibiliteti ka qenë jashtëzakonshëm dhe unë do doja shumë që kjo përvojë të shërbejë për të vënë në realitet ëndrat edhe planet tuaja. Çfarë ndjesish keni njerë? Si u gjej sonte? Si u kam sonte? Bujaka. Jemi pak si pa gjumë. Pak pa gjumë. Pa gjumë, po opinionistët ju lanë pa gjumë një natë. Shpermerët natën tjetër, aktivitete po gjatë ditës keni patur pa fund, kështu që nuk keni faj, ju kuptoj që jeni pa gjumë. Sonte, veç se duhet fokusoheni, të përqëndrojeni dhe të jepni maksimumin. Të jepni maksimumin sepse sonte, miqtë e mi, do të shpallen të 5 finalistët e kësaj Ferme, këtij edicioni. Dhe në këtë pikë të lojës, ka ardhur momenti për të treguar dhëmbët në thonjza në lidhje me sfidat. Ju e dini sfidat
janë karakteristika kryesore e këtij programi, përveç jetës me kafshët ose për kujdesjes për bimët, sfidat janë të rëndësishme. Dhe sfidat e bëjnë këtë program që të ketë një tjetër lloj dimensioni dhe një tjetër lloj emocioni, kështu që finalistët 3, 4, 5 do të mund të arrijnë në finale nëse do t'i fitojnë sfidat. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Deri tani, publiku ka vendosur, ju ka dërguar deri këtu, do vazhdoj të votoj publiku patjetër, por sfidat sot janë shumë të rëndësishme për ata që do të shkojnë në finale. Unë kam mbyllur ndërkohë televotimin për finalistin e dytë dhe pas pak do të më vi këtu në këtë studio zarfi me emrin e tij. Cili prej Ilirit, Visit dhe Bujakës do të shkojnë në finale së bashku me Mozën. Do ta mësojmë pas pak.